U rikëthyem bashkë në studio në pjesën e tretë të #Gjesit. Tani do të flasim për showbizin shqiptar, do të flasim për më të rejat, se kush nga artistët ka prodhu dhe po vazhdon të prodhoj albume, këngë të reja, gjithashtu edhe për firma VIP, për këtë këtu do të ndalmi për më të rejat të showbizin shqiptar, se kështë do thënë ndërkombëtar, që mu kam sukoja, bashkë me Aurora në studio, gjithashtu dhe në një lidhje direkte dhe ta kemi Shqipe Hoxhen. Aurora, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Kelin, mirëmëngjesi edhe për ty, Auror. Java që e lam pas ishte kogja dinamike kështu me albume të reja, me prurje të reja, edhe me rikthime të fuqeshme. E kena diskutuar për javën e kalume, po e flasim prap edhe sot. Tashma si i janë publiku ma zyrtaresht. Po, këtë java nga ka shku për mdo këtë vju ka shku të ngu muzikë, përveç koncertëve, se janë knaqe dhe ka pos publikimet këngëve të reja, e që mas pari po e fillojna me Gjestin, që është rikëthy, fuqeshëm me këngën e ti. Gjesi është rikëthy me IP-n e ti të këngëve, të 5 këngëve në fakt me DJ Gimbon, në bashkëpunim, e që jo vetëm pas publikimit, po edhe me paralajmërimin e këngëve ti, ende pa u publiku, u bën virale dhe ishte një ndër artistat që mas shumë te kam prit me publiku këto këngë, që jam prit shumë mirë, edhe qysh në publikim, edhe që kanë qenë se selja ashtu ma energjike se sa tjetra. Nga ajo që ka ke mujt me pa, me qenë se jemi tek Gjesti edhe tek këngët e ti, një prej këngëve të ti që ka bobuj është edhe kjo nga fuqeshët që e përmendë edhe ti, por që edhe një tjetër këngë me që po aludohet që është një dedikim personal. A mujtë me marrë vesh a është për Eglin a për Gjenitën? Jo, për Gjenitën heq, si pas mendimi tem, a për Eglin nuk e di. Se fanë sa t'jëm do në 2 grupe, do më thënë do për thujnë që është për Gjenitën, do për thujnë që është për Eglin. Normalisht gjithmonë mundën me supozu që është për dedikim për dikënd, se është një artist që është shumë zotash edhe ka pas me të dyja një të kaluar, me gjithat, unë mendoj, po e komentoj tash kështu, si publiku, unë mendoj, nëse është dedikim për dikënd, ajo vojza e dedikuar, kur nuk reagon. Në këtë ras me dure kështu si Gjenita. Kështu që mendoj që nuk është e Gjenitës. Nuk është, ha? Jo. Se nuk reagon nëse dedikohet për ty rënë që ashtu mi serioze. Eglia ka reagua, jo? Po tash, që ashtu me dur s'ka reagua që qore. Gjenitën e njojmë që reagon për gjona ndryshme që padyshim që po. Nëse e kemi në lidhje direkte Shqipen, e këshëm mirë prit këto në studio në bisedë, apo nuk e kemi, ha? Nuk e kemi ende. Nuk e kemi ende Shqipen, që po e vazhdojmë diskutimin edhe pak me Aurorën. Pas krejt publikimit të albumit, Gjesin e pamë dhe në një koncert që pati shumë bujshtë. Kjo në është ta mundet me finalizu mirë fjallën që është rikëty, përveç IP-s këngëve që ka mujtë nështë në nënkuptim me i zëvëncu atë kohën kër nuk ka këndu, është rikëty edhe me koncerte që është pritë shumë mirë, ishte në Cure, edhe që bashkë me DJ Gimbon ashtu ishe një dyshë shumë perfekte, me gjithat edhe ditëlindjo në festoj në koncert, edhe që e kam pritë shumë mirë fanë, atë edhe është ditë që kam e pritë mirë, veç nuk kam mendu që kam e u këthy me qitë energji ka shtë moa dhe me fillim, po Po që ka një surprizë shumë e bukur edhe për krejt. Shqipen, po besoj e kemi tash në lidhje direkte. Shqipen, nëse po më dëgjon, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, doni, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi edhe për neve. Çuçi ke po këto dinamikat e fundit në showbizin vendor, këto prurjet e reja, diskutuan pak për Gjesin, por po ndalemi edhe tek Tajna. Po, doni është e preqme, jemi në prag të sezonit të verës edhe pa dyshim që artistët e kanë këtë periudhën që vetë se lansojnë projekte edhe në fakt është pri që kjo verë ka me qenë më e mirë se vera e kaluar. Nuk e din, ka pas shumë ndodhi të ndryshme verën e kaluar edhe shumë fatkeqësi në për familje të qoftë artistëve ose edhe për rreth, kështu që po më duket që vera e kaluar ka qenë krejt ndryshe, edhe këtë verë pritet normalisht që të kthehen shumë artistë në skenë. Në fakt edhe prej Tajnës, Gjestit që po e diskutonit edhe jo, edhe shumë artistë të tjerë ndihen në një farë forme të kërcënuar edhe duhet kthehen më të fuqishëm në skenë. Kush po mendon që po ndihet më i kërcënuar prej artistëve në vendin tonë, po ndoshta edhe në Shqipëri, edhe një mendim i joti se kush do ta dominoj verën e 2026-s? Unë kisha me thonë që ndoshta artistët që janë më
të vjetër në skenë, e kam fjallën kështu sa i përket karrierës, janë më moti në skenë, se është pak interesante kur këta artistë të rinj po e marrin, në fakt kejt vëmendjen e verës, edhe një artist si Gjesti, Tajna cila nuk konsiderohet ashtë e rinë në skenë, po edhe nuk është shiko kështu mbi 15-20 vite në skenë. Po që me albumin e saj ka pru një frym të re në tregun e muzikës. Ka pru një frym të re dhe ka shkru histori, unë kisha me thonë, me këtë stil që në fakt nuk kemi mendu që ndoshta Tajna mundet me sjell një stil tjetër posa asaj me cilin ka hyrë në treg. Kështu që edhe një herë për herë dytë Tajna konsiderohet si njëra prej këngëtarëve ose artisteve në muzikën tonë. Okej, po e vazhdojmë pak diskutimin këtu në studio me Aurorën, të lëst me qëndru në linjë Shqipe. Po, e përmendom edhe për Tajnën edhe për Gjestin që kanë sill albumet edhe projektet e reja, po ashtu edhe Alban Skenderaj na sjelli albumin e tij Matri, sidomos në për rrjetin social në TikTok që është bërë goxha shumë viral dhe këngët e tij është pëlqyer shumë nga publiku. Po, Albani ka publiku albumin e tij edhe që Rënjët, edhe që ka qenë një album shumë i mikpritur nga të gjithë fancat, përveç fancave dhe ata që nështë nuk e ndjekin Albanin rregullisht, veç me lëshu që ato në karë me ngu të knoq, ama Albania ka fillu edhe turnin e tij pas Prishtinës edhe Tiranës me koncertin Motiv, ka vazhdu tash edhe, ka me vazhdu në fakt tash edhe në Zvicër, Suedi edhe në SBA. Do më thonë ka pas një sukses shumë të madh koncerti i tij Motiv, edhe që po pritet shumë mirë nga njerëz edhe po e dojnë shumë Albanin, edhe pse jo me pa edhe në vendet ndryshme të Europës, edhe në Amerikë, ka shqiptarë shumë, po edhe jashtë atyre pse jo. Po, pyetja e njëjtë edhe për ty, Auror, kush po mendon që ka me e dominu verën e vitit 2026 sa i përket tregut muzikor është fjala? Po tash po foli në aspektin si publik. Për neve krejt menojna që Dafina Zeqiri, si gjithmona, ama këtë verë mendoj që jo, mendoj që kanë me ndryshu kë zhargoni që çdo verë mbajnë disa prej artistave ma lethimi me këngë të tyre, këtë verë kanë me kanë, nështë këta që kanë publiku albume dhe që po i rinë shumë gati, kësoj pjesës publikimet këngëve, tipist, koncertve, turëve, këto janë që ka njerës po i dojnë tash, dhe që këtë vetë vera ka fillu ma herët, so që është para po. Apo mendon që, si që tha edhe Shqipja, artistët që janë ndoshta më motin e skenë po ndihen të kërcnuar nga këto prurjet e reja, nga Tajna, nga Gjesti, nga artistë të ri, cilët e shojnë pjesë e albumit të Tajnës që këngët e tyre në bashkëpunim me Tajnën bën një bujë të madhe në rrjetet sociale? Jo ma pak të rëndësishëm, se edhe këngët të tyre gjithmonë kanë me ungu besoj unë, edhe këta që kanë ka 15 vite ose 20 vite karrierë, se din me pruat nostalgjin e viteve ma herët, me gjithat mendoj që kanë me u kërcnu, edhe janë kërcnu faktikisht, që nga jova e kalume më i me thonë, po do të vjen koha për se cilin, kështu që do të me pranu edhe ata që nuk shkën gjithë me kënë mas nalti. Ka njerë edhe mas poshti me kënë me qitë një këngë të mirë, pse jo. Po këthejnë këngë të ty në herëshit, po virale, ajtë këthejnë edhe ata. Kur mësohen me qenë vesh nalë, mandej. Ishte vajza e Dimrit nga Tajna, një rikëthem i këngës, ka një matë gjysmë vitit që e muri një vëmendje shumë të madhe. Po, mendoj që nuk është nështë një kërcim për mutut, është një kërcim që... Për me punu ma shumë. Për me punu ma shumë, për me kënë, jo me publikim një herë në mujtë, ose një herë në 3-4 mujtë, se nuk është më koha. Dështë me dhezë tonë kohën, se ka ardhë që ajo nështë ta fatë keqësisht mujna me thonë që ka ardhë, për ka ardhë koha që do të me kënë shumë tonë kohën enë, për me kënë mas nalti, së është mos jatë herë. Okej. Ndërsa prej materiave, projekteve, albumeve që i kanë sill këngëtarët tonë, po ndalemi pak edhe tek firma VIP, unë në Shqipën e kisha pyet pak për dinamikat e firmës, gjithashtu edhe për eliminimin e Olës, se çfarë mendon? Në fakt, eliminimi i Olës edhe krejt rasti që është diskutu po besoj edhe në studion e juaj pak më herët, është një histori që është dasht me ndodhë që atë natë, që prej prajmit ku edhe u tha fjala prej Olës, unë mendoj që atë natë është dash me u ndërmirë diçka pak ma shpejt edhe me u vendosë, sepse dalja saj ka qenë e pritur edhe po besoj e dëshiruar. Kur dëshirohet për i publikut, normalisht duhet që me njëherë pasaj të mirët diçka aty për aty. Kështu që
prej produksionit e shoh si diçka gabim, po kjo ndodh, ata ishin live, ishte diçka që nuk është prit edhe nuk është mendu. Unë nuk e besoj këtë pjesën, këtë versionin që ka qenë pjesë e produksionit edhe Ola e ka bë me qëllim gjithçka kështu. Nuk po besoj që dikush në fytyrë publike kish përdor një formë të tillë për të arritur diku. Kështu që nuk po e besoj që Ola ka bë diçka me kast. Po që ke pa kryqëzimin në rrjet që jo është bë Olës me njëherë pas shprehjes së thënë ndaj moderatores Arbana Osmani, e që më pas edhe u bën thirrje që të ndalojnë këto sulme drejt Olës edhe imazhit të saj, madje edhe Arbana në nisje të prajmit të kaluar bëri thirrje që të mos gjykohen dhe të mos paragjykohen sidomos gratë për shprehje të tilla që ndoshta janë thënë pa menduar mirë. Si e ke pa ti krit këtë gjykim që i është bë Olës, apo të le të themi në thujza kryqëzimin që Ola është përballë gjatë krejt këtyre ditëve pas asaj shprehje të thënë në prajmin paraprak? Normalisht nuk është diçka e mirë, nuk është diçka e bukur me pa në rrjet. Edhe si gazetar, jo vetëm ne, po gjithkush që punon në media, është shumë i njohur me këto lloj ngjarjesh, edhe kur je 24 orë në kamera, kur je në transmetim gjatë gjithë kohës, kur je prezent shpesh në media, mundesh ndonjëherë edhe me kalu në atë piku ka kalu Ola. Nuk po e justifikoj absolut, po unë nuk jam pro cilës do dhune dhe kryqëzim që po e quante të asnjë figure, qoftë publike, qoftë jo, sidomos Ola që është një figurë publike. Kështu që normalisht Arbana ka bën një hyrje jashtëzakonisht shumë të mirë, shumë të duhur, edhe e përgëzoj që u rikthye pastaj në prajmin e ardhshëm me diçka që është dashur me baqa atë natë. Kështu që normalisht Ola ka merituar që dalë, po nuk e ka merituar këtë rrejtje në rrjet. Edhe jam sinqerisht shumë vjekeq si femën me pa që ka komente kaq shumë negative kur një vajzë thot një fjalë të keqe, ndërsa kemi pas shumë raste ku djemt në spektakle të njëjta, qoftë big, qoftë ferma, kam përdorur edhe fjalë më të rënda dhe kemi ndëgjuar edhe duke shoh edhe gjithçka, po asnjëherë nuk kanë arrit deri në atë pikë rrjeti, deri në atë pikë njerëzit që të kenë komente kaq shumë negative për ta. Kështu që këto mu më pengon. Po normalisht nuk e justifikon absolut sjelljen e Olës ose cili do banor ose fermer që bën fjalor të tjerë. Po. Shqipet, falenderoj shumë që u lidhe direkt nga vetura, ndoshta edhe pak do po themi kështu në kushte ekstreme, po që... Jo, doni jam punë, ma mirë kështu në vetur, se për ndryshe kam shumë njerëz që hynë edhe daljen edhe nuk pata që me ndërprej, për atë arsye dhe u lidha pak ma vonë. Faleminderit që ke pauzu prej punës. Që në shtave ca ke nisë, po edhe ke pauzu. Ma mirë për mu. Faleminderit shumë që ishe sot bashkë me ne, të mirëpresim ndonjë ditë edhe këtu në studio për të diskutuar rreth dinamikave të showbizit. Por ka pas edhe një reagim Aurora për fund të po e diskutojmë, edhe nga familjarët e Olës, sidomos për gjykimin edhe krejt asaj gjuhe që u përdor ndaj Olës, sidomos pas shprehjes. Tregona pak a shumë reagimin që ka pas familja dhe një koment për këtë situatë. Reagimi që ka pas në Instagram në profilin e saj, familja e saj ka qenë pak mbrojtës kundrejt Olës, na e dina që nuk dohet, normalisht është desh me reagu edhe ata, për pjesën e Olës, që është kryqëzu shumë, në gjithë mujna me bo gabime dhe nuk e meritojnë nështë një urrejtje ashtë madhe vetëm për një fjallë, ama mendoj që përderisa Ola është një shumë fajtore që ka thonë atë fjallë dhe ka kërku shumë herë falje edhe është një shumë në faj edhe kur është përjashtu atë natë, po ka qenë i panevojshëm reagimi. Ose nështë ishtë dashtë me kom pak ma i shkurt, pak ma... Ata i kështë zgjatë shumë edhe... Se po mendojnë që ka qenë i panevojshëm? I panevojshëm se Ola ka kërku falje publikisht edhe është e mjaftueshme. Nëse na merremi në rrjetet sociale të folme në nënkuptime dhe jo shumë pjartë dhe jo shumë kundrejt një personit, mendoj që gjithmonë kryqëzohesh edhe dal edhe më e keqe, se sa që njerëz mundën me të rry. Kështu që unë mendoj që nëse unë e kisha bërë atë gabim, unë veç kisha kërku falje publikisht edhe
pavarësisht që kisha marrë prapë se prapë urrejtja ma mirë është heshtja, për me u zbeqa e urrejtje, se sa me shtu prapë, që shi thojnë kësaj me qitë flokës, gocave të, po. Benzin. Me vezdi qysh. Prapë mua petër mendoj që Ola e ka të regu shumë shpesh në firma VIP, një orë shumë të mire dhe pozitive të saj edhe të qelter, sa që përveç ati gabimi ka mujtë me heshtë edhe me Elon, se e di që njerës e këshim falë. Se për kam vështirë shto me pranu për shambull fajnë dhe me të regu që janë gabim, po njeme që jemi pak shoshni që nuk e pranojnë fajnë dhe e kemi pak egon. I gjykojmë edhe personazhet që e pranojnë fajnë dhe kërkojnë falje, si që është rasti i Olës që fatkeqësisht u kryqëzu shumë prej njerëzve. Ama në mendoj që është një gabim që kishë mujtë me ndodhë edhe për njerëzve që nështë nuk i shprit veç, është nuk u prit prej Olës, ajo është ishtë një vajzë dhe ka bo një gabim, me që thatë nështë nëse e kishton që të fjallë, pa e thonë dikush tjetër veç hajt, i shkon pak me e pranushme, sa që e ka thonë shumë ka stile kështë. Po, e ka qenë... Po, me që thatë mendoj që u konë veç e momentit, se... Po, e ka shpjegu edhe, ka tregu edhe Ola, po që... Qështu edhe kur jenë mosh tre edhe në shtatë... Gutësh. Po, e pa pjekur pak si në rasin e Olës edhe... Po, jo, se edhe njerës që janë ma të rritojnë, kanë tregu pa pjekuri edhe ma të madhe, nuk menej që është pa pjekuri e Olës. Menej që është diçka e momentit që këshin mujtë gjithë. Po, emocionet të soj shumë sinqarta si një qike reqë është, mendoj që e kanë bu me dollë jashtë vetës edhe që është një fjallë pa pranushme, po. Auror, shumë faleminderit që kjo është në #gjesti, se përna bjenë me të pak, shumë ma shumë në për teren, edhe në për storje, që na sjellë shumë të mira. Faleminderit edhe për energjinë e mirë që na sjellë në studio dhe gjithashtu informacionet. Faleminderit edhe juve. Kënaqësi gjithmonë të jesh pjesë e emisionit #gjesti.